Vaftar lopë Hajde mi sa se tunde maço. Se tunde volardo. Stolisu, poeti trimëris Këndo vallëzor, moj zemër shqiptare Se emrin tonë mbajt Vajz moj vajzën, për në lapuris Jetë jaliu Apo në këngët e tua Mosja në balin e bukur Apo në buzët e tua Mosja në balin e bukur Apo në buzët e tua Mos e ke për brënda shpirtit Apo në nazet e tua Mos e ke për brënda shpirtit Apo në nazet e tua Në flokët bërësit të ndë A në burimet e tua Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se erdhët. Ka vende ku shkojmë për herë të parë. Ka vende ku kthehemi përsëri. Dhe ka vende që edhe pa qenë nevoja që të lindim në to, bëjmë pjesë e jetës sonë. Vajza është një vend i tillë. Mirë se erdhët në Vajz Fest, edicioni 4 i tij. Vitin e kaluar, ju përshëndeta për herë të parë nga kjo skenë. Edhe sepse për të kontribuar në këtë aktivitet, isha unë që kërkova moderimin. Këtë vit nuk më pyeti askush.
thjesht më komunikuan vendimin që do t'isha unë sërish ta bëja këtë punë. Dhe me që jemi në Labëri, një vendim zbatohet, nuk diskutohet. Kështu që ja ku jam sërish përballë jush dhe më e motivuar për t'ju thënë mirë se u gjetëm sërish në vajzë. Për ata që nuk patëm mundësi të njihemi vitin e kaluar, unë jam Eda Petri. Dhe nuk jam nga vajza. Lidhja ime me vajzën vjen përmes familjes edhe një dashurie të madhe për rënjët, që dal nga dal më përfshin edhe mua. Dhe kështu vajza u bë edhe pjesë e jetës time. Në këto vite kam kuptuar diçka. Rënjët nuk mbajnë vetëm ata që kanë lindur në atë vend. Rënjët trashëgohen brez pas brezi dhe ndonjëherë përfshin edhe persona që vinë më pas, sikurse isha unë në familjen e bashkëshortit tim. 4 vjet më parë lindi një ide. Për disa ditë të gushtit, njerëzit dhe miqtë e vajzës të mblidheshin këtu. Që rrugët të mbusheshin me zëra, që sheshi të mbushe me njerëz dhe skena me artist. Që të takoheshin brezat, kujtesa, por edhe tashmja. Sot, ajo ide e ka një emër. Ajo quhet Vajz Fest. Dhe është edicioni i 4. 4 vjet mund të mos duken shumë, ama 4 vjet janë të mjaftueshme që një ide të provohet. Që njerëzit të ritakohen edhe kështu një takim i bukur gushti të kthehet në një traditë. Kështu që vajza dhe festa e saj nuk janë vetëm për ata që jetojnë këtu. Janë për ata që lindën dhe u larguan. Për ata që e kanë origjinën këtu dhe nuk e harrojnë. Janë për miqtë e vajzës që na bashkojnë çdo vit. Dhe sigurisht, janë për ata njerëz që vinë këtu sot për herë të parë. Mirë se erdhët të gjithë në Vajz Fest. Ju e dini që ne kemi teatr, kemi muzikë, kemi piktura, kemi libër, kemi poezi, kemi sport. Fëmijët kanë hapësirën e tyre. Dhe me që ra fjalët e librit, sot na nderojnë me prezencën e tyre 2 shpibotuese, është Toena dhe Duda, dhe kjo e fundit ka sjell ribotimin e veprës së Ali Aslanit. Sepse në fund të ditës, Vajz Fest nuk është ajo që ndodh në këtë skenë. Vajz Fest është edhe ajo që ndodh përreth saj. Sepse ne do të kemi mundësi të shkojmë në Amantja. Ne do kemi mundësi të shkojmë në Brataj, te ujëvara e Rasalit, apo të ujë Kripur. Gjitha këto aktivitete zhvillohen në 3 ditë që do të jenë shumë intensive dhe i ftoj ata që vinë për herë të parë që mos na ikin dhe të rinë këtu dhe t'i provojnë. Jam e sigurt që vitin tjetër do të jenë sërish në këtë shesh. Dhe e nisëm këtë mbrëmje me zërin e vajzës. Me ata njerëz që krahas artistëve të shquar që na nderojnë për vit, ruajnë vlerat dhe traditat e kësaj zone. Dhe përpara se të kalojmë në aktivitetin artistik që kemi për sot, do ta vazhdojmë po me zërin e vajzës, po me një tjetër zë. Tashmë me zërin institucional, sepse është normale që të vijë para së gjithash një përshëndetje nga i zoti i shtëpisë. Me vërtet festa zhvillohet në Vajz, po ajo është në territorin e Bashkisë së Lenicë. Dhe krahas kontributorëve të shumt për këtë aktivitet, përfshirë shoqatën e fshatit Vajz, njerëzit e kësaj shoqate dhe miqtë e saj, Bashkia e Lenicës është nga kontributorët më të rëndësishëm të këtij aktiviteti, kështu që ftoj zotin Nertil Bellaj, kryetari i Bashkisë së Lenicës, për të përshëndetur dhe për të uruar mirëseardhje. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhe i nderuar kryeministër, të nderuar pjesëmarrës, personalitetet të artit, të kulturës, të pushteteve vendore dhe qendrore. Mirë se erdhët në fshatin e Ali Aslanit dhe fshatin e Berlat Rexhepit. Për mua është një kënaqësi e dyfishtë, edhe si djali i këtij fshati, por edhe si kryetari i Bashkisë së Lenicës. Është privilegj që të jem sot me ju këtu në këtë shesh, të mbushur kaq plot, jo si numra,
por si zëmra që ju e doni labrin, e doni vajzën edhe gjithë pjesën e saj. Sepse ne kemi një traditë që shtëpia është e Zotit dhe e Mikut, dhe ju të gjithë që jeni këtu, jeni miq të fshatit Vajzë. Ashtu si Aliu shkruante për fshatin, e donte fshatin, kontribonte për fshatin, edhe një pjesë shumë e mirë. E disa djeve të fshatit me në krye Sokolin, ashtu vazhduan traditën. U thriste amaneti dhe gjaku i Aliut që duhet të kontribonin për fshatin. Dhe është viti 4, ashtu filluam, dal nga dal, pak nga pak, si një fest fshati lokale, por për të vitin e 4 si vjet, kjo fest nuk është më fest lokale, por është fest kombëtare, sepse brenda saj ajo ka art, ka kulturë, ka traditë, ka trashëgimi kulturore, natyrore, e si ta duam ne, sepse vajza dhe labëria kanë një pasuri të jashtëzakonshme. Pasuri të jashtëzakonshme në natyrë. Këtu lart është vendi mirë, është Amantja, është ujvare e Rasalit, është ura e Bratit. Kryeministër në fund kemi nxjerrë dhe ujë deti këtu, kështu që në Vërmik dhe në Bashaj kemi dhe ujë të kripur. Po këto na i ka falë natyra, dhe ashtu si labëria e ka famë madhe historinë, ne si bashki dhe si komunitet këtu jemi munduar që për të 4 vitet, ashtu si që ka famë madhe labëria, famë madhe ta bëjmë edhe bashkinë tonë në aspektin turistik, duke e quar bashkinë në një nivel tjetër të zhvillimit të turizmit malor, lumor, kulturor. Kemi punuar, do vazhdojmë të punojmë dhe të shikojmë pastaj se si do vëmë gjërat. Edhe njerë faleminderit dhe gëzuar festën. Në vitet e kaluara, Vajzë Fest ka pasur nderin të mirëpres miq të shumt. Personalitetet e artit, kulturës, por edhe personalitetet të larta të jetës publike. Ju kujtoj që kemi pasur këtu mes nesh ish presidentin e vendit zotin Alfred Mojsiu. Mes nesh ishte presidenti zoti Bajram Begaj. Sot vjen këtu për herë të parë ish presidenti zoti Bamir Topi. Faleminderit zoti president. Kemi dhe një të ftuar tjetër me një rrugtim të ndryshëm nga zoti Topi, po nuk ka rëndësi çfarë rrugë ndjek, majtas apo djathtas. E rëndësishme është që ato rrugë të shpihen në vajzë. Kjo ka rëndësi për ne. Sot kemi Vajzë Fest dhe gjithë jemi miq të saj. Tani në këtë pikë dua të bëj një sqarim të vogël. Për të gjithë ata që mund të duket pak jo e zakontë që një gjyqtare siç jam unë të ftojë në skenë kryeministrin e vendit, dua t'ju siguroj për një gjë. Parimi ndarjes së pushteteve vazhdon të funksionojë edhe këtu në Vajzë. Megjithatë, sot ne kemi, si thash, role të ndryshme. Jemi të gjithë miq të Vajzës. Zonja dhe zotrinj, kam nderin të ftoj në skenë kryeministrin e vendit, zoti Edi Rama, për të bërë përshëndetjen e rastit. Zoti Rama. Për mua është pa pritur, sepse nuk isha i lajmëruar që duhet të thosha ndonjë gjë, po do mundohem të mbijetoj. Dhe në radhë parë duhet të falenderoj Sokolin, i cili më dërgoi ftesën për të 4 vit rresht, dhe këtë herë nuk refuzova, duke qenë se tani më siç e tha edhe gjykatësia, e cila kur jep gjykimin e ka atë formës prerë, 4 vjet janë mjaft për të pasur besim që ideja funksionon, kështu që besoj që është rradha e dur për të ardhur dhe për të dëshmuar së bashku me të tjerët suksesin e një ideje të lindur 4 vjet më parë. Nga ana tjetër dua të përshëndes të gjithë pranishmit, dua të përshëndes presidentin
Topi, i cili është këtu i pranishëm bashkë me prefektin e Tiranës që nuk e kuptohet mirë se për çfarë arsye është këtu, po mik i vajzës me siguri. Duhet përshëndes edhe kryetarin e Komitetit Olimpik, Fidel Yllin, i cili deri para se të vija këtu më rezultonte nga Skarpari, po nuk e di edhe ky mik i vajzës patjetër. Duhet përshëndes kryetarin e bashkisë, Nertilin, edhe ta falenderoj për informacionin për vajtjen e detit Majt Malit me ujin e kripur bashkë. Përshëndes edhe ministrin e pushtetit vendor, Zotin Demo, i cili është këtu i pranishëm për të kontrolluar si funksionon Bashkia Selenicë. Dhe faleminderit shumë edhe gjykatës për këtë prezantim që ishte vërtet impresionues nga fillimi, plus edhe me këtë veshje që nuk është tipike për një person që ka kaluar vetimun, kështu që faleminderit të gjithëve edhe ju uroj që të keni një festival të këndshëm edhe më shumë, edhe më mirë vitin e ardhshëm, por rëndësi ka që ju e këtu pushtetin gjyqësor keni me vete. Shumë faleminderit. Dhe jemi gati që të fillojmë. Të fillojmë festën dhe e hapim sot me një komedi. Autori saj është një bir i vajzës, Armand Bora. Ai bashkë me student të Universitetit Europian Tiranës, në përgjithësi, por ka dhe një surprizë aty brenda mes tyre, do të vënë në skenë një shfaqje me titullin Në fshatin ku të vjedhin burre. Dhe mendoni pak, shumë gra sot këtu kanë ardhur me burrat e tyre. Nuk e di nëse duhet të shqetësohemi apo jo. Ta mendojmë në fund të shfaqjes? Dhe me qëra fjala për një surprizë që është aty mes tyre, është një jaran që vjet më premtoi që do ta prezantonin bashkë vajzfest dhe më tradhoi. Më tradhoi se shkoi të luaj jaranin në fshatin ku të vjedhin burret. Kështu që unë ju ftoj ta shijoni shfaqjen, komedin, dhe më pas mbrëmja do të vazhdoj natyrshëm me numrat tjerë. Janë surprizë, kështu që po alë juve ta shijoni fillimisht komedin Armand Borës. Trëndelina është një grua që qanë e s'jen derman se burrin ja morën dhe fëmijëve të saj baba. Bilal Dyjarja quhet ky burr e mos u lodhni kot se këtë emër nuk e keni dëgjuar kurrë. Gjigji Sultania s'bën as pak pishman kur thot me zë të lartë. Kush është më e zonja, burrin le ta mban. Po mos kujtoni se mbaron këtu meseleja se një tjetër grua godet si Rofeja. Është dallandyshe Gunga, që rrie buzqesh, hedh një kur në lumë dhe meselen e bën për shesh. Dhe kur dy gra zihen për një burr me nam, dikush tjetër mbush tofrën e pire hat fixhan. Unë, si se tha dhe zonja, jam jarani. Po në këtë komedi unë flas e ngec, do me thënë që jam me mec. E mos më pyesni si mbyllet kjo mesele se prishet shije e gjithë kësaj gazmore, Qeshni shumë, e pa e sapë se s'ka njeri t'ju kërkoj gjevap. Por ju gra kam të një porosi, bajni burin, karshi, se po humbi që i leku në brum, për të gjetur, do vuani shumë, syt t'i mbani na, si t'y n'bi, se në sketa një do bi, zonja, qi. Korba, që më gjeti. Korba. Lëre, mos e nga. Nuk u zjedh më besë, as leckave të trupit. O, i mbyllë e sytë, ta heqin labanin për i supit. Tu e t'i mbaqë sytë 4, ja kështu. Si maqin në vatër, 4 t'i mbaqë edhe prap t'a bërlajnë. Për pikën e dhavës,
Qeturin, ta thojnë. Ore, e pse hapiteni kështu? Sigur nuk jetoni në këte allanet dhe ju. Në gjanë se nuk e keni marrë dhe shakonë. Nuk e tini? More vërtet nuk e tini? Më ka humbur burri. Se ndonë kur e kërdis në dru, më thot të shkoj të barvetene. Kontrollova, degë më degë, e nuk e qeta. Asa ndaj, dola në gjade, edhe pjeta. Më thanë, e që nuk më thanë. E kërkova, anë e mbanë. Po të gjitha si më kishën bërë ku vëndo. Më thoshin se ke shërbar të ikte me një zonje të rënda. E po, kurse Bilali është vetëm për punë. A kërkoj shumë, fshat më fshat. Sa e këthe njëra, ta këfat tjeta më ka. Lodhe t'i shkreti, punon sa ka ta ka. O qa do bëj, kam vetur burri vetëm në fshat. Kur këthejt në shtëpi, të vjen kesh t'a shikoq. Ose pe vesy, nuk do t'a besoq. Po, edhe gratë e fshatit janë të liga shumë. Ma kërkojnë për një punë, dhe sa i fusin në dorë, bami veshin gazepet e dënjas në kurit sfigunë. Bilo i thot njëra, më kërcasin dhe rasat e të shemes. Bilo tjetra, mu shumë të vanin nga peshe qerestes. Tjetra, bilo, që një o gjakot muret një vio. Bilali i barë si bora, e delë si qëmyrë, i ziu. Në vakiqe dhe bononet, e zënata të këpunuar si kaçak. Ama për sabah, e gjetë gjithë një në jatak. Kur hapa syt, e nuk e pash në krah, më mbu zemra hel me farmak. Si nuk më ra damlaja në kokë, mora shamin e nisa ta qaj me surran për to. O bilo të keqeno, po ku të kam të zemëro. Po le një laf, mos më mundo, po ku je futur o ma vro. Të shoje, të flas, ta heq të tjek të maras. Trëndelin, ti je muj korbë? E unë jam që mos qofsha. Që të ka qitu kështu, muj e zezë? E që të më gjej më keq, Bilali. Bilali, që më thua me korbë? Vdiq? U të thafta jo gjutë deri në rës të tha. Ta kesh vdekur, do vinte kuën e gjithë krahina. Lajmi do kesh mardhen e do ishtë arbarë në përlëndina. Trëndelinë, qëfar haberesh na ke sjell moj, gjera qine. Po që më ke mirë o bilo. Po buke ke këto fustanel. është aklas, Trëndelinë, aklas. Ka nga mbrapa edhe një këmish me dantel. O si ma bëre këtë punë o bilo. Si ta bëri zemra e nale në shtëpi zinë, o bilo. Nuk të erë fare pa kesh për Trëndelinën, o. Për qilimito, se kam betur me kokën më nja. Qaj në kërkojnë për shtëpi baba. Kush më kërkon më shumë? Ai, malukati vogël, vue, loti lume. Bilbili, sa nga marrë mali moj Trëndelinë. Po banushi? Lere mos e nga, një kopë plot me lote mbushi. Po bariu? Qane që rabit e tilziu. Po makeu moj Trëndelinë. Balili, Burhani. Qaj në ullërin të tre, sa rëzone të dhani. Po bajamja moj aman, mëndja për të po më fluturon. Bajames, nuk ja kemi thënë akoma, se nuk ka zemër ta përballon. I ziu unë që me gjetë. A harova të njerë. Të shpejt si rufejnë, që thua ti, kjo, dalën dyshja. Ka ardhur të pyes, në mos në vete mëndja të kthehesh në katua, se si pas dalën dyshjes, na pas ke lën atje qilimiqër edhe grua. Ma t'i qo, që ta marrësh vesh ti edhe dalën dyshja. Qa do që të thuash, nuk ke ku shkon, se nuk ka lindur akoma tjetër grua që ty e komandon. E more vesh, more thua! Po unë këtu jam
si pasha. Ja, shi e shkruaj. I ke thënë Trondelinu se do të qenesh në shtëpi. Më ka marrë malli për qilimin, i ke thënë, dhe se unë me Gjigjin. Me Gjigjin nuk dua të ri. Baje lafi në je burë. Më tha, me gojtë të ti më tha. Kthe Bilalin brapq, se nuk të shkullem nga dera ku. Fol Bilal edhe jem qebap. Po folo Bilal se na boqe si shebap. Fole të regosh që të kam burë me qitap. Fol Bilal. Po folo Bilal e mos ki frikë se ti e soj. Fol Bilal se nuk ban më tani. Po ja, le të flas. Jarami. Fol Bilal edhe jem qebap tash. Po folo Bilal se u marrosa. Trondelin, u mendova gjatë dhe vendosa. Llafi fundit do rri me Gjigjin e vullosa. Oj të mësojnë! Oj, zonja të nderuar! Trondelin të thëmë! Oj, zonja! Mere pak më shtruar se mua këtu më ke. Do t'i shohëm një dy fjalë e do t'a nisim në punë të saj. Hish ma tutje gojnë tyre se ma t'jau fityre. Lere se e njohte mirë, e ka të vjetër këtë zakon. Bën si kur do Bilal në po, tjetër gjë kërkon. Të vërtetën thua. Të vërtetën thomë se të mirën të dua. Nuk e shikon, kam mbetur troj, me gjepa shpur. Ma do mëndja se të davarë në kollat, e të pagua. Të vërtetën thua. Me kemi kollaj, fjallën e lidhim edhe qesjen e zgjidhim. Më thuaj, sa duhet paguar e dua punët të qëruar. Ma do mëndja se me kaj sa ke në dorë, e ke të mbaruar. Ha, se shumë afosët do këto. Se më tre lafë se e paguar me kohë. Më dëgjove e kesh nuk dole. Kush është i duruar, davan e ka të fituar. Dakord po. Qa kam fituar se Bilali po ma shikon akoma s'ke përbeluar. Fole të regos se nuk më të nërësia. Ka do ma e Bilali, nga plaka apo nga qirimina. Më folë se kam vuajtur shumë. Desh më vate e gjithë puna për lumë. Do t'a mbaj sa të herë dimrin më thoshte. Do t'a vë në punë e kur të më mërzite do t'i vohunë. Lëre se na kënaqe. Gje atëherë Bilali t'i bush dy pashe. Gjigji sultane jashtë, do ke shuritur. Gjithë Shqipërin, ti je buka uaj bruma, djepi që tunde lavdina. Vitis grytë shkon në një lumë, malet si kalatërin, bishkon bënjen bira thunë, rritet Par dhe Trondelina. Fole bilash ke qonë, je dhe do mbeteshe t'il, sorka dhe për mbi shkëmbonjë, Flakë dy fekun vetë timë.
shkurton te me pallën në këmbë, Shkurton te pasheve zira. Ata burra i e rëndë, sigur lelua me salin, që pe gjatë të dy pëdhëmbë, Me italianët qugrina. ata burra i e rëndë, sigur lelua me salin, edhe që pe gjatë të dy pëdhëmbë, me italianët qugrina. Rrite besnikun flatun, djalin e nëse mirë, atë ustë haron kur, Ishe ylle mbeti ylla. rrite besnikun flatun, djalin e nëse mirë, edhe atë ustë haron kur, Ishe ylle mbeti ylla. Do këndojmë ndryshe. Me këngën dhe muzikën që njohim, kemi kënaqësinë të kemi sonte këtu Marionda dhe Jurgen Kaçani. Marionda, Jurgen, ju ftoj në sken. Kjo sken, do të filluar që tani edhe sheshi, është vetëm për ju. Le të filloj festa. Unë juroj me zemër gëzuar festët të gjithve, edhe për të gjithë ju që keni ardhur dhe jetoni jashtë Shqipërisë, juroj të kaloni pushime sa më të bukura, shëndet e vetëm të mira. Dua një dorë të këtet fort. Atëherë mi mbrëma të gjithëve dhe nga unë Jurgeni, faleminderit nga zemra që keni ardhur sonte, është kënaqësi dhe për ne që do këndojmë për gjithë juve. Ta gëzoj festën fshati juaj, edhe organizimet e tilla pashi gjithmonë një falënderim shkon për Bashkinë e Selenisës dhe shoqatën Vajzë. Një dorë trokitje të fortë e njërë për gjithë juve. Edhe më fshi qef sonte, të kërcejmë së bashku, të këndojmë së bashku. Ky sheshi këtu është për juve, të kërcejni të këndoni bashkë me ne. U dhe së malit kur vije, dridhe moje sy se za, dridhe moj, o dridhe moj shamin e jeshile. U dhe së malit kur vije, dridhe moj sy se za ime, dridhe moj, hajde, dridhe moj shamin e jeshile. O dridhe moj shamin e jeshile, dridhe moj, o dridhe moj syze za, dridhe moj shamin e jeshile, dridhe moj, o dridhe moj syze za. Hajde ta shofim një valle. Hajde, Çobanerive, çobana çudive, dridhe moj, o dridhe moj shamin e jeshile. E sufise çobanerive, çudive, dridhe moj, o dridhe moj shamin
të madhe. E duan vallën më të madhe. Hajde, hajde. Sënë Kasabanë, sënë Vlorë, Tiranë. Je qanë djetë që janë shanë, o kalënë në dhe baba, o për dhe sënë Kasabanë, sënë Vlorë, sënë Tiranë. Sënë Vlorë, sënë Vlorë, sënë Vlorë, sënë Tiranë. Trigele da tojnë, po qelinë bajamet, o të ratë misiojnë. Mali, o bashkë me dalla dy vishet, e do më vive djali. Hajde, hajde! Sa në Vlorë, sa në Tiranë,